Policia franceze ka goditur bandën e grabitësve shqiptare pagëzuar me emrin Nikla, e cila drejtohej nga 30 vjeçari Edison Pula. Në pranga, sipas autoriteteve franceze, kanë rënë 7 shqiptarë të përfshirë në këtë bandë, që merrej kryesisht me grabitje banesash në Paris. 2 të parët u arrestuan më 20 janar në Luksemburg, ndërsa 5 të tjerët u kapën më 4 mars pranë Reims. Dyshohet se banda e shqiptarëve ka grabitur 49 personazhe të famshëm mes Francës dhe Belgjikës, futbollistë, këngëtarë dhe pilot të Formula 1. Adresat e tyre i gjenin në rrjetet sociale dhe më pas ju shkonin në banesa dhe ju vidhin bizhuteri, ora dhe sende luksoze, vlera e të cilave kalon 1 milion euro. Pasi janë vjedhur, sipas policisë franceze, mallrat luksoze janë shitur në Shqipëri. Sipas autoriteteve franceze, kreu i kësaj bande, e quajtur Nikla, është 30 vjeçari shqiptar Edison Pula, i cili u arrestua në Luksemburg në fund të janarit të vitit 2025 për llogari të Francës. Ai u identifikua fal profilit gjenetik, i marrë nga më shumë se 30 vjedhje të kryera midis qershorit 2022 dhe shtatorit 2024. Pula njihet për arratisjet e tij të shumta, përfshirë një spektakolare në qershor të 2022-shit nga burgu italian i Trevisos. Më pas, u strehua në Francë ku vazhdoi të kryente krime. Policia franceze e ka cilësuar si një nga operacionet më të rëndësishme goditjen e kësaj bande dhe ky operacion shënon një fitore të rëndësishme në luftën kundër krimit të organizuar, duke i dhënë fund veprimtarisë së një bande që vepronte prej disa vitesh.